Unë fakt jam kundër ides tënde, kem mbështetje dhe Klosi, pra që këto zgjedhje duhem parë si dështim, pra PS-ja ka fituar se kishte përballë Berisha. Unë nuk e thash, unë kam thënë ndryshe komplet. Unë thash shumë. Po që Berisha dhe në 2029 të i mundi. Patjetër. Jo, kam thënë dhe po ta them, postulati im është që ne jemi të fort, jo se ata janë dobët. Ata janë shumë dobët se ne jemi të fort. Ata dobësojnë se ne jemi të fort. Atëre ti e kundër ides të kryetarit tënd, që në fjalimin inaugurus tha, ky popull ka vendosur që pa ndruar këto opozit nuk ndrojnë qeverinë. Pra, kjo është linja. Nuancat jo, s'është nuancë, është thelb, po nese nuk ka rëndësi. Atere, unë jam kundër kësaj dhe si e argumentoj unë këtë, se nuk është se je kundër. Në qoftë se Berisha do ishte rrezik, PS-ja për të mundur Berishën do kishte më shumë vota në 2013. PS-ja ka sot më shumë vota se në 2009, se në 2013, se në 2017, se në 2021. Pra, PS-ja është bërë më e madhe. Dhe unë, kësaj shifre me mendjen time, më është dashur t'jap një shpjegim. Një nga shpjegimet që jep Edi Rama është kjo. Thot, në këto 30 vite, është vjedhur shumë, por kur nuk janë luftuar ai dutët. Ne, thot, bëm spaku, i dham shpatën që të luftojmë dhe vetë vete. Sot në na del, ti besoj, zoti Klosi këtu është i larë, se ka qenë një nga njerëzit që se ka dashur kur Erion Velin me Sadiun. Por, do me thënë, sot, kam pasë tjerë dashurirën për ti. Sigurisht. Për dashuri politike flasë. Asë mirë, kam pasë, asë tjerë lobingje. Sot PS-ja, e vetëmja gjë që mund të ketë shtuar votat, është raste si Velie. Pra për herë të parë, hajdutët jo vetëm që po dalin sheshit, po edhe po dënohen. Sa më shumë fustane ajola, 800.000 euro ajola, aq më shumë vota për PS-n. Sa më shumë 20-30 milion 5D-ja, aq më shumë vota për PS-n. Do me thënë, ky mund t'i ishte një shpjegim që duke varrosur Lalin, ne rrisim PS-n. Duke varrosur Kokën, ne rrisim PS-n. Duke varrosur Ametajn, ne rrisim PS-n. Dhe, se këta do fitojnë prapë në 2029, nëre. Se do vazhdojnë të vjedhin dhe të zbulojnë ai dut që i hanë ato kundla dhe dardat mbas kryetarit. Pra, shqiptarët do vazhdojnë të votojnë njerëz për cilët janë të bindur se kanë një projekt vjedhje të tyre. Po, kjo nuk ka asnjë logjikë. Në një kokër dhe ja edhin. Kjo s'ka asnjë logjikë, se njerëzit votojnë po ju punove, po i bëre punë. Tani kjo, hajta flasim për reformën drejtësie, kemi diskutuar disa herë, padyshim është një nga armët e fitores, një nga arsyet pse fituam është reforma në drejtësi, po jo se si e trajton. Është mirë që Velia është në burg. Është mirë që reforma në drejtësi është mirë që Velia është në burg. Është mirë që reforma në drejtësi. Është mirë që Velia është në burg. Është mirë që reforma në drejtësi nuk ka asnjë mburoj dhe nuk ka asnjë pengesë nga forca politike. Pastaj për individ caktuar, të cilët janë në nën flasim për kryetarën e Bashkisë Tiranës. Për kryetarën e Bashkisë Tiranës. Dhe po them që është shumë mirë dhe njerëzit e vlerësojnë që vetëm gruaja 800.000 euro edhe 30 milion euro me 5D. Këto i dini ju, ne... Jo, këto janë kjo drejtësia që keni bërë ju, ne e ka në këto shifra. Drejtësia që ne duam dhe drejtësia që ne kemi mbrojtur, është ajo drejtësi e cila i gjykon të gjithë. Dhe gjykon mbi faktet, dhe gjykon e pavarur nga politika. Kjo është ajo që i intereson njerëzit. I beson kësaj drejtësie. Po i besojmë të gjithë kësaj drejtësie. I beson që Erion Velia ka vjedhur 30 milion euro dhe ka quar 1 milion ke gruaja. I beson kësaj, po i beson kësaj drejtësie. Unë i besoj drejtësisë përsa i përket gjykimit dhe kur të marrë vendim drejtësia re, ne përsëri nuk do të flasim. Jo, nuk ka marrë asnjë vendim. Po heton. Ka sekuestruar vilat, i ka kap fustane, i ka kap... Po heton.
Jo, nuk ka asnjë të vërtet në këtë që thoni ju. Drejtësia e re po gjykon. Po gënjen Spaku, dakord. Po jo, po gjykon. Edhe unë kam me shumë dyshim Spakun, ore. Po jo, unë nuk e kam fare me dyshim. Unë, sepse nuk kam asnjë të drejtë të gjykoj, as me dyshim, as pa dyshim. Nuk gjykoj mbi drejtësinë e re. Drejtësia e re ka punë e vet e pavarur nga politika. Dhe unë po të shkojmë brapa ty. Për këtë jam garant, unë si Parti Socialiste. Edhe unë i besoj. Dhe njerëzit na votuan edhe për këtë. Se do diferencë dhe kundërshtarët tanë politik, cilët tanë dhe shkrim Spakun, njerëzit votuan më shumë për ne që e mbrojmë Spakun. Dhe kjo është një angazhim. Do me thënë, rruga e suksesit për Shqipërinë 2030 është prodhoni më shumë a i duk, futinin votoni burg. Partinë Socialiste, të është e vetëmja garanci që Spaku do të vazhdojmë punën dhe e do prodhoj model Veliaj, pra do vjedhin to 4 vjetë fund do i fusin burg, dhe do fitojmë prapë. Do ti ta analizosh, analizoj si të dush. Jo, po ti për kundërshto, po ta them prapë. Jo, do të ketë një drejtësi të re, e cila do të gjykoj këdo, i cili do të kapet në shkelje të procedura e ligje dhe detyrave. 4 vjetë, futni fund në burg 4 veta dhe fitoni zgjedhjet. Jo, nuk është kjo. Ama njerëzit, popull do Velia në radhës, pas 4 vjetës, qytetarët e vlerësojnë, se Edi Rama thotë, jo, një sekund, Edi Rama tha, unë jam garancia, do jetë Belinda Balluku, dhe prap do fitoni se do gjeni viktimë në radhës. Përpiq bësh lajme me emrat përveçëm, përpiqu të qëndrosh parimit. Edi Rama tha, unë jam garancia e vetme për drejtësinë e re dhe për Spakun, votoni Partinë Socialiste, Sali Berisha doli atje para Spakut dhe tha, unë jo vetëm da shkri Spakun, për këta e prokurit janë gjithë për burg. Po këtu jemi dakord, pra. Pra dhe njerëzit tani gjykojnë. Njerëzit gjykojnë, pra njerëzit besojnë. Po, njerëzit besojnë. Njerëzit besojnë. Gjykojnë dhe besojnë dhe votojnë. Dhe ju keni gjetë çelësin e suksesit. Vjedhni në fund futin jo, nuk është vjedhni, jo, nuk është. Jo, nuk ta pranoj fare, jo, nuk ta pranoj fare. Si Veliaj, nuk e pranoj fare, në fund futin në burg dhe fitoni qytetet e ardhshme. Punoni njerëz, punoni administrat, punoni të pandikuar nga politika. Në Tiranë është punuar apo është vjedhur? Në Tiranë është punuar shumë. Po këto vjedhur që janë këto? Ka dhe problematika cilat po gjykohen, po Tirana është simboli transformimit. Jo problematik, jo është vjedhja, jo, Allah. Po jo më tani këto janë problemet cilat po gjykohen nga organet e drejtësisë. Është puna për zhvedhje. Po mirë më tani ka një gjykim për brenda Bashkisë të Tiranës dhe gjykim i cili është i pavarur nga politika dhe cili po shkon edhe kundra gjithë atyre që ke thënë ti personalisht në televizor dhe gjithë ata që bëjnë analiza. Ky gjykim po shkon në drejtim që ti nuk e pranoje kurrë. Pra po shkon në analizë thellë të situatave dhe probleme. Dhe për Bashkinë e Tiranës është në sit dhe jo vetëm Bashkinë e Tiranës. Nuk do bie në kurthin që t'ju justifikojmë se me ka si rëndësisë. Po jo më ka rëndësisë, derisa e thua njerë do të ambashat qëndrim. Ke thënë që nuk do gjykohen Bashkia e Tiranës kur nga Spaku. Dhe ja ku është sot, ke thënë 100% ke thënë. Asnjëri që nuk e dorëzon Edi Rama nuk shkon Spak, po kjo është punë tjetër mos e saj. Të ke thënë që se ky është opinion. Nuk e dorëzon Edi Rama, ndërkohë që Edi Rama nuk ka mbrojtur asnjë deri tani.